Rikthehemi përsëri në ditar dhe do të mbetemi me fokus tek protesta. Kolindo Vjerda nga Qendresa Qytetare bashkohet sot në studion e ditarit. Mirë se vjen. Kënaqësi që je me ne në protestë që nga dita e parë dhe pedagogja Taula Ndajupi. Kënaqësi që rikthehesh në CNN. Faleminderit për ftesën, Denisa. Dhe për dhënë një mendim mbi atë se si e nisën javën, si e morën këtë nismë dhe përsëri me tokë fjalshin studentët në protestë na bashkohen në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga një studio paralele A2 CNN, studentët Mateo Skolari, Emir Lecini dhe Megi Ibrahimi. Mirë se vini dhe faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit ju. Dhe do doja fillimisht ta nisja në fakt me mirëkuptimin e Kolindos edhe të zonjës Jupi, pikërisht me Mateon, Megin edhe Emirin, se si erdhi ajo ide për të varur pikërisht atë mesazh ju erdhi fundi në godinën e Politeknikut. Ju jeni student të tre aty? Po, jemi të tre student, viteve të ndryshme. Atëherë ideja e varjes së çarçafit tek Universiteti Politeknik i Tiranës lindi shumë spontanisht, sepse fillimisht Universiteti Politeknik i Tiranës mund të themi që në pamje të jashtme është simboli të gjitha universiteteve në Shqipëri dhe ka qenë gjithmonë një pikë ku studentët e kanë zgjedhur për të shpalosur të gjitha aksionet e tyre simbolike, kështu si ky i joni. Gjithashtu shpreha që shprehej në çarçaf ju erdhi fundi. Mendojmë se e përmbledh shumë mirë të gjithë frustrimin që gjithë shoqëria dhe sidomos Brezion ka me kastën tonë politike të tanishme. Dhe gjithashtu i shtohet edhe fakti që nga vendi ku zhvillohet protesta për ditë duket shumë qartë dhe kishte një pamje spektakolare. Patët kërkesa për ta hequr menjëherë? Po, në fakt, patëm Rojen i cili mundua që të thot largojeni çarçafin, largojeni banerin dhe hajde një zbrisni poshtë. Pastaj çdo gjë tjetër mori rrugën që mori, ne arritëm që të hapëm përsëri banerin dhe çarçafin. Megjithatë, gjithë gjëja ishte në mënyrë simbolike, ne nuk ishim aty për të uzurpuar universitetin, ishim për të lënë një gest dhe për të lënë një simbol që studentët dinë se si ta shprehin pa kënaqësinë e tyre, janë kreativ dhe nuk kanë frikë që ta bëjnë këtë dhe përballë institucioneve siç ishte Universiteti i Tiranës. Pati telefonata me njëherë më pas? Telefonata në çfarë kuptimi? Telefonata që hiqeni banderolën, çfarë po bëni, është godinë shtetërore, jo në ambientet e Politeknikut? Jo, çdo gjë ishte shumë e lehtë, nuk pati asnjë lloj telefonate të tillë, ishte thjesht rojet private të universitetit dhe pastaj çdo gjë ka vazhduar normal, ne hapëm përsëri, u larguam dhe çdo gjë ishte okay. Megjithatë, nëse më ndihmon edhe Mateo, kjo nuk ishte dalja apo dita juaj e parë në protestë, apo jo? Se keni qenë pjesë e protestës edhe qëndrimit në bulevard, por ky ishte thjesht një akt simbolik i asaj dite. Studentët kanë qenë që prej ditës së parë, ndoshta edhe masivisht pasi fillimisht edhe ditët e sotme kjo protestë konsiderohet një protestë e gjeneratës Z, që thotë që të rinj dhe të reja kanë mbushur sheshin kundrejt pakënaqësive të tyre nga kasta politike. Studentët kanë qenë që prej ditës së parë në bulevard, janë mbështetur dhe mbështesin ende kauzën qytetare, por vlen të theksojmë që nga kjo protestë dhe nga i bulevard ne kemi njohur studentë dhe studente të cilat janë mjaft aktiv, kreative dhe duan që të kenë ndryshim në jetën e tyre të përditshme. Në fakt, ashtu sikurse edhe dy kolegët e mi e thanë më përpara, ne menduam pikërisht në ditën e 30 të protestës të shfaqim për qytetarët një banderol për t'ju thënë atyre që ne studentët jemi këtu, jemi më të fortë se kur, pra në qëse se rikujtojmë edhe protestën e vitit 2018, ku studentët e asaj kohe me kauzën e tyre kanë shpalosur banderolën po në të njëjtën godinë, kemi menduar që të shpalosim banderolën tonë po në atë vend ku e kanë nisur edhe studentët e 2018, si një akt simbolik.
Sot është një tjetër protest mbarkombëtare e thirrur në Tiranë që daton me festën e 4 korrikut, që shumë mund ta lidhin me ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ne përmendëm edhe më herët që është dita e lindjes edhe e kryeministrit Rama. Mos keni menduar dhe sot ndonjë surprizë? Po, në fakt kjo është dita e pavarësisë shqiptarëve nga oligarkia, në fakt. Është edhe rënja dhe shkëlqimi i shokut Rama. Pra ne nuk do ta konsiderojmë këtë si dita e lindjes së tij, por do t'i servirim, padyshim që kemi menduar diçka kreative, këtë po e lëm surprizë për publikun, por që do t'i servirim patjetër ditëlindjen e tij më të bukur. Ndoshta edhe të fundit në krye të detyrës. Okej, do të presim me kërshëri çojmë çfarë do ndodh në orët e pazites. Ju ftoj të qëndroni se do të rikthehem përsëri me ju gjatë bisedës. Zonja Jupi, një pjesë i njeh prej tyre apo vetëm Megin? Jo, në fakt, unë nuk i njoh personalisht, po e kam admiruar aktin e tyre, i kam mbështetur që prej fillimit do vazhdoj t'i mbështes, sepse padyshim të jesh në një frekuencë sot me të rinjt, do të thotë të jesh me të ardhmen. Ashtu siç e ideojnë ata të ardhmen, asnjëri prej nesh nuk është në gjendje ta ideoj. Kështu që unë jam gjithmonë në krahët studentëve, në krahët të rinjve, në këtë protestë dhe në çdo protestë tjetër. Një surprizë kam përshtypjen e kanë edhe për sotës, se thanë që do t'ja servirim Ramës në orët e pazites kur të jetë protesta. Ke qenë në mbështetje, je mjaftueshëm i ri vetë, mbështet jo vetëm ata që kanë dalë në protestë studentët, por gjithë ata që kanë qenë në protestë në këto 35 ditë. Unë madje do i ftoja qytetarët që të vinin t'i shikonin surprizat nga sheshi. Kjo do ishte edhe një formë më mirë se si t'i bëhen pjesë edhe këtyre aksioneve kreative nga një anë për mesazheve realisht shumë të forta. Kuptojmë që vijnë nga të rinj, vijnë nga një brez i cili dëshiron që të shkëputet nga një e kaluar, dëshiron një model të ri, dhe kjo është për hir të vërtetës, mendoj, gjëja më e rëndësishme ose mesazhi më i rëndësishëm që ne kemi parë nga protesta. Unë i njoh personalisht studentët, kam takuar edhe shumë të tjerë të cilët po organizohen vazhdimisht, i shoh në të gjitha cepet ku zhvillohet protesta, duke takuar të rinj të tjerë, duke takuar qytetarë, duke ndërmarrë iniciativa nisma të vogla brenda sheshit, pikërisht sepse kanë zgjedhur një formë kreative se si t'i qasin protestës dhe të përcjellin nëpërmjet formave kreative mesazhet e tyre, të cilat besoj një formë apo një tjetër prekin të gjithë qytetarët, si ato të moshave të tjera, apo padyshim gjizin më shumë edhe tek të rinjt. Megjithatë nisi shumë interesante java me këtë banderol gjigande, por nuk ishte e tillë e gjithë ecuria e javës me ato skena që ne pam përpara parlamentit. Mesazhi është i njëjtë, ju erdhi fundi, por pati përplasje me policinë, pati ato skena që shumë i dënuan edhe ndaj të zgjedhurve. Unë mendoj se duhet qëndrojmë, apo ajo çka unë besoj është protestë paqësore. E besoj fort këtë, për të vetme në arsye sepse kuptoj se ajo protestë në formën se si u ndërtua në të gjithë këto 33 ditë, po them 34 ditë me ditën e djeshme, ishin mesazhet, ishte masiviteti, ishte kreativiteti, qytetaria dhe qëndrueshmëria. Dhe nëpërmjet këtyre tërhoqën vëmendjen ndërkombëtare, patëm eurodeputet të cilët erdhën dhe dhanë mesazhet e tyre nga sheshi, tërhoqën vëmendjen e qeverisë shqiptare, pam një kryeministër i cili në çdo ditë dilte me një version të ri, i paqëndrueshëm në deklaratat e tij, me sulme të cilat i kaloi tashmë edhe në sulme personale, duke treguar se ka mungesë argumentesh për t'u ballafaquar protestës dhe qytetarëve, pra vendosi në vështirësi pikërisht edhe fal mënyrës se si erdhi. Dhe ajo çka unë besoj fort është që një protestë paqësore përcjell një model të ri. Protestat e dhunshme, ne i kemi parë Ramën në opozit, 21 janarin, kemi parë Berishën aktualisht në opozit, i cili zgjall pikërisht modelet e dhunshme, dhe unë besoj që përballë këtyre modeleve të dhunshme duhet vimi modele paqësore. Padyshim që protestat tek parlamenti mori qoftë një natyrë tjetër, kjo e nxitur ndoshta nga provokimet brenda turmës, e nxitur nga provokimet të cilat erdhën nga forcat e policisë, padyshim nervi qytetar është jashtëzakonisht i madh. Duhet kuptojmë nga sheshi, të gjithë ato të cilët kanë marrë pjesë e dinë se çfarë indinjate qytetare ka. E dinë se pse qytetarët është thuajse më shumë se një muaj që qytetarët dalin çdo ditë në shesh. Ka tregon një indinjat të jashtëzakonshme dhe të luash me nervin e qytetarëve, padyshim që kjo
është e rrezikshme dhe mund të çojë edhe në të tilla përplasje. Por unë mendoj nga sot dhe në vazhdim, padyshim që duhet të vazhdojmë të ruajmë qetësim brenda vetes, duhet të luftojmë me forcën e argumentave që ai sheshi ka prodhuar, me pikat konkrete mbi të cilat ai ka dalë dhe t'i japim këto mesazhe pikërisht nga sheshi, duke vazhduar çdo ditë të jemi aty, duke nxitur të tjerë që të vinë, duke marshuar në rrugët e Tiranës për të ftuar sa më shumë qytetarë që t'i bashkohen protestës për të ndërgjetësuar padyshim qytetarët që të jenë pjesë e kësaj proteste dhe unë besoj fort se vetëm në këtë rrugë ne mund të përcjellim një model të ri, i cili vendoset përballë klasës të vjetër politike, modeleve të vjetra mbi të cilat kemi drejtuar në këto 35 vite. Zonja Jupi, jeni për një tjetërsim të formës së protestës në ditën e saj të 35 dhe për teja, por reagimi duhet mbetet në këto nivele, se ka patur nga ato që thonë përshkallëzimi edhe në dhunë, si që ndodhi gjatë kësaj jave, i leverdis më shumë Ramës, sepse do të kapet pas dhunës, do të kapet pas këtyre pamjeve dhe jo të merret me protestat, me kërkesat reale të protestuesve. Denisa, së pari, 4 Korriku është një ditë shumë e madhe për shqiptarët, sepse është sot shënon 250 vjetori i pavarësisë një prej partnerëve tanë strategjik si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe janë 250 vite histori që dëshmojnë se liria fitohet, demokracia ndërtohet dhe gjithashtu e ardhmja u përket atyre që guxojnë ta shikojnë dhe guxojnë të luftojnë për këtë të ardhme. Përsa i përket datës 4 dhe protestës që vazhdon sot edhe 35 ditë, sot ne shënojmë ditën e 35 të kësaj proteste, unë mendoj që forca më e madhe asaj proteste është pikërisht të protestojmë me qytetari. Duhet, nëse sot ajo protest, nëse ata të rinj janë bashkuar asaj proteste, nëse shumë qytetari janë bashkuar asaj proteste, përfshi dhe mua, nëse shumë profesionisti janë bashkuar asaj proteste, janë pikërisht kërkesat që thelbësojnë atë protest kundër modelit të vjetër 36 vjeçar të politikës. E nëse duam të jemi kundër këtij modeli politik që e ka kapur çdo sistem, qoftë atë politik, qoftë atë ekonomik në Shqipëri, do duhet të jemi koherent me kërkesat tona dhe të vinë gjithashtu me mjete të tjera. Kështu kjo protest paqësore, unë mendoj që dita ditës jo vetëm e forcon këtë lloj atributi të këtyre kërkesave për një model të ri, por mendoj se pikërisht forca e kësaj proteste është qëndresa dhe paqja qytetare. E qartë. Nëse flasim për pjesëmarrjen e studentëve, se dua t'ju pyes dyve përpara se të shkoj të rikthehem përsëri tek të rinjt. 2018, dhjetor 2018 dhe protesta sot me përfshirjen po ashtu edhe të rinjve, të studentëve. Ku ndryshojnë se në ato kohë nisi shumë bukur, nisi vrullshëm, pati kërkesa, pati presion ndaj qeverisë, patëm ndryshime në qeveri, por në fund u zbe dhe arriti të sheshohet gjithçka. Sot, sa mundet qeveria të dialogojë së pari me studentët, me të rinjt ata që prinë këtë protest? Unë mendoj se protesta e sotme e studentëve që janë pjesëmarrës është pikërisht për të çuar përpara pengjet të cilat i ngelen nga protesta e 2018-s. Pse e them këtë? Protesta e 2018-s nuk pati artikulim politik, gjë që ndryshon me protestën aktuale që ka artikulim real politik, gjë e cila, ku them ndryshon prap tjetër, protesta e 2018-s u sulmua nga gjitha partitë politike, për ta kapur protestën. U shfrytëzua. Edhe këtu, po ka tentativa për ta kapur. Tentativa do jenë gjithmonë. Unë po them e dëmtuan protestën e 2018-s. Kryeministri Rama krijoi dhe gjeti format për të krijuar grupet përçarëse brenda protestës për të dialoguar. Shpresoj që jenë më të qartë këtë moment. Unë besoj shumë që sot ne duhet të mësojmë nga e kaluara dhe jo e largët. Prandaj, ajo çka sot them në një formë apo një tjetër, ne mund ta definojmë se kërkesa parësore e protestuesve është dorëheqja e Ramës. Çka do të thotë nuk ke negociata. Pra ti shmang negociatat me kryeministrin Rama, kjo edhe si pasojë asaj çka ke mësuar nga protestat e kaluara. Të gjitha ato premtime, të cilat kryeministri, ai pakti i famshëm me që po kthehemi te protesta e studentëve, 10 pika plus që ofroi kryeministri, sot asgjë nuk është realizuar. Asgjë nuk është realizuar. Domethënë pakti me universitetin rezulton një. Prandaj, për çfarë duhet të negociosh me dikë që ti e ke provuar? Nëse një herë e ke provuar dhe ke kuptuar se cila ka qenë reagimi i kryeministrit, nuk besoj se kemi më
arsye për të ullur dhe për të dialoguar me kryeministrin. Fakti që Rama do t'i zgjedh vetë ata me të cilët të dialogojë se në një farë mënyrë duket sikur përzgjedh edhe protestuesit. Ky është problemi që jo vetëm Rama, po dhe spinet të tjera, po themi nga pjesë të tjera të politikës, po përpiqen ta shtyjnë duke u treguar se e njohin më mirë këtë punë dhe duke dhënë këshilla, ta shtyjnë për të ngritur një përfaqësi. Unë mendoj se forca e asaj proteste është pikërisht mungesa e një, po themi, një përfaqësie të vogël, e cila në çdo moment do t'jetë një përfaqësi e lakmueshme për t'u marrë dhe për t'u përpunuar në vendimet që do, po themi, që mund të nxjerrin në këtë dialog. Kërkesa dorëheqje e kryeministrit e pa negociueshme, besoj se është thelbi asaj proteste dhe unë i ftoj të rinjt, qytetarët e Tiranës, Shqipërisë dhe gjithë ata që dalin në këtë protestë të vijojnë të qëndrojnë pikërisht për këtë kërkesë. Nga kjo kërkesë pastaj zhvillohen të gjithë dinamikat e tjera dhe sigurisht nuk duhet dëgjuar kryeministri kur thotë që janë alogjik në kërkesën e tyre, sepse po të kërkosh dorëheqjen e kryeministrit nuk ke mundësi të kërkosh dorëheqjen. Jo, kryeministri duhet t'japi dorëheqjen dhe t'i japi mundësi kësaj shoqërie t'i ofroj vendit një qeveri teknike në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar, qoftë përfaqësuesit e shteteve të Bashkimit Evropian këtu në Shqipëri, qoftë të Parlamentin Evropian i cili nuk ka munguar me mbështetjen e tyre, kështu që le të largohet Rama se Shqipëria ka rrugë shumë të gjatë për të bërë pa Ramën. E qartë. Dua ta përfundoj me studentët. Mateo, Emire dhe Megi, nuk e di se sa vjeç keni qenë kur është mbajtur në Tiranë protesta në dhjetor të 2018-s dhe si e shihni në ato kohë dhe si e shihni sot që jeni pjesë e një tjetër proteste me përmasa po aq të mëdha? Unë personalisht kam qenë shumë e vogël në moshë dhe mund të them që ndoshta nuk e kam gjykuar me këtë ftohtësi që e gjykoj tani. Por çfarë kam dëgjuar nga të tjerët dhe nga edhe shokut e saj dhe kur shikon gjithë ata të rinj, që kanë këtë lloj impenjimi, në fakt i mendon se ky vend vërtet ka shpresë. Kur e dëgjon që janë kaq të artikuluar. Kaq artikuluar, kaq qartë dhe sigurisht me kaq vullnet të mirë edhe me kaq forcë, në fakt për të thënë kryeministit largohu se ne jemi në gjendje ta bëjmë vetë. Okay. Është vërtet frymëzuese. Emir, edhe pastaj Mateo ose Mateo Emir ndajeni vetë. Thjesht thirrja jonë është e qartë, duam madje të lëmë një mesazh. Nuk kemi dalë 32, 33, 34 ditë sipas mundësisë që neve të kthehemi tani mbrapsht. Kjo është shumë e qartë. Kemi një vizion, kemi një besim që këtë kom, këtë shtet që ne kemi tonin, duam ta çojmë përpara. Kjo nuk është një dëshirë e Emirit, e Megit apo Mateos, kjo është dëshira e studentëve. Ne nuk duam që të lëmë të tjerë të vendosin më për ne. Nuk kemi qenë mjaftueshëm të mëdhenj për ta rregulluar përpara. Tani që ne kemi energjinë, duam që ta marrim në dorë vetë fatin ton. Është shumë e thjeshtë, nuk mundet që një brez tjetër të vendos për të ardhmen ton. Askush nuk po themi që studentët tani janë ata të cilët do ta bëjnë shtetin, po studentët janë ata të cilët do ta ndërtojnë shtetin. Ne do kemi energjinë, ne duam thjesht një udhëzim dhe ne nuk kemi nevojë që dikush të na tregojë dhe të na përdorë, por kemi nevojë thjesht të na suportojnë. Kjo është thjesht ajo që ne duam të themi, jemi shumë të qartë për Shqipërinë që ne duam të kemi, nuk është e vështirë dhe madje doja t'i thoja kryeministit dhe gjithë klasës politike, jo vetëm ti, që nuk mundesh të flasësh me studentët sikur ata nuk jetojnë, sikur ata nuk kuptojnë dhe sikur ata nuk i dinë problemet e tyre. Minimalisht nga arsimi, por nuk duhet kufizohemi. Këtu protesta e te i kalon arsimin, është mbar shteti, është një komb i cili po lëngon nga kjo klasë politike. Thjesht ky është mesazhi jon, nuk tërhiqemi dhe kemi energjinë për ta vazhduar këtë derisa të ketë nevojë. 1 vit, 2 vite, ne kemi gjithë jetën përpara, nuk kemi asgjë çfarë të humbim, nuk kemi ku të largohemi se ky është vendi jon. Dakor, Mateo, është pak e vështirë për t'ju bërë bashkë tani që është edhe periudhë vera, apo jo, shumica e studentëve janë larguar nga Tirana, apo nëse ka vullnet mund të ketë qëndresë dhe rezistencë edhe më të gjatë, ashtu siç Emiri tha, kemi energji mjaftueshëm. Kuptojmë që kjo protestë ka nisur nga çështja e nartës, kështu që si mund vëmë të bëjmë plazh në një vend që kjo qeveri po na i zapton. Pra, një nga pikat kryesore është edhe anullimi i ligjit 21/2024. Do vazhdojmë
ti më shojmë faktit kryesor dhe thirrjes kryesore të kësaj proteste mbarkombëtare, që është Rama jepet dorëheqjen, dhe padyshim që as në mendimet tona apo as në mendimet e dikujt tjetër nuk duhet të shkojë dialogu me një kryeministër. Në fakt ne nuk kemi çfarë të dialogojmë me kryeministrin Rama, sepse për fat të keq populli nuk e njeh si kryeministër tashmë. Pra ajo që dua të them është që studentët nuk do tërhiqen nga kjo nismë, madje do vazhdojmë me idetë tona kreative, me ato të cilat kësaj klase politike i dhembin fort, do vijojmë të rrim kështu paqësisht, më të bashkuar dhe më të fortë se kur, padyshim që pas dorëheqjes së Edi Ramës ne do të kemi edhe kërkesat tona, ndoshta janë edhe ato që studentët na i shkruajnë pothuajse për ditë. Vlen të theksosh vetëm faktin që studentët ende sot që flasim, unë kam plot mesazhe në celularin tim, nuk kanë marrë ende bursat e tyre që prej 4 muajsh, që ka qenë një nga pikat e paktit të universitetit, i cili tashmë ka vërtetuar që është një pakt i dështuar. Patjetër që ky grupim studentor do të vijojë kërkesat e studentëve edhe më gjerë, madje do të përgatisi terrenin edhe për studentë të cilët do t'i bashkohen në universiteteve në vitin tetor. Ju bëjmë thirrje të gjithë atyre maturantëve që tashmë kanë mbyllur në fakt provimet e maturës që ne jemi këtu, ju presim, edhe në qoftë se kjo protestë do vazhdoj fuqishëm, do vazhdoj pa tërhiqjen e këmbës mbrapa dhe do vazhdoj edhe akoma më motivuar. Ju falenderoj shumë edhe për kërkesat tuaja, dhe nëse o dilni me një listë të qartë kërkesash edhe përpara vitit të ri akademik, jemi këtu, Mateo, për të përcjell bashkë me ju gjithçka do doni, nëse protestat do të vijojë edhe në vazhdim, por ju siguruat që një gjë e tillë do të vazhdojë, se keni mjaftueshëm energji dhe mirë bëni në fakt. Ju falenderoj shumë, Megi, Emir edhe Mateo. Faleminderit. Ndërkohë, faleminderit zonja Jupi që ishe me mua, ishte kënaqësi bashkë me studentët. Kolinda, faleminderit shumë.